Pse pra, sa herë, se cilën vjetë, gazetarët folin, ja janë të shkue 1.000 veta për Kosovës, 2.000 veta janë të shkue për Maqedonijës, 3.000 veta janë të shkue për Shqipnijës, që ka që kanë me hargjitën, me pasnina që ka që pari kishme ndrejtë, që ka spitali, që ka shkolla, që ka sene, kur kusht nuk e banë muhabet, se sa pare i hargjesin shqiptarët kër shkojnë në deti. A dinë se ka shqiptarë shka shkojnë në deti në Dubai, ja shkojnë kujtë ju në ku shkohët apëton, i cili hargjon dhe shta për një pushim 20.000-30.000 euro. Ato si përmen kërë kushish. Pse? Se shejtani alehi la'ne nuk mirët me ata të cilët janë haram, po mirët me ata të cilët janë halal. Ti luj gjithë ditën kock, asë njëherë nuk vjen shejtani me ti dallashit numrat. A i ke pa të shkallujnë domina. Ketë përmen shkitin se sa gurë janë, sa kanë rati poshtë, sa kanë hipët naltë. Pse shejtani nuk shkon atë në mjë bëha vezvesi. Ama shejtani vjen me të bëha vezvesi tije, shka jenë namaz. Pse se di se qëfar vlerë e madha është namazi. Ose vjen me të bëha vezvesi tyje, shka jetë të shkue në haqë. Po jo veç tyje, po i banë vezvesi një shtetit, shka obligohet të erifi me këshirë sa matematika, sa kanë fitu, sa s'kanë fitu, sa veta kanë shku, sa kanë me hargju, krejt. Për shka? Veç për mi u bon vezvese muslimanve për mos me shku me vizitu shtëpinë e Allahut. Po ti e ke vizitu këtë dunjojnë, shka për i tonë tyje, shka të mungon tyje me shku me vizitu dhe shtëpinë e Allahut. Po shka vizitoja, pëton, bon është pak ma i madhë, që hiq mos e ban jetë me shku në haqë. Veç shka vizitoj shtëpinë e Allahut, sikur shka të shku e ke vizitu e New York. Kja gjithi ma shumë pare për me shku të New York se sa në qabe, ama të na, që na problemi? Pse janë bojë 1.000 euro, pse janë bojë 2.000 euro, pse janë bojë 7.000 euro? Po mirë, 7.000 euro. Për para, haxhi, sa lira kanë shku e në haqë? 40 lira, konë qështu? 40 lira. 40 lira, mi bo matematikë sot, sa bojnë? 40.000 euro. Që 1 lirë, 1.000 euro a Muhammene. Dhe thot për para, haxhi a konë ma i shtrejnë që sa sot. A sot për me shku në haqë, duhet 7.000 euro. 7.000 euro se janë 7 lira. Halat dhe thot nuk a shtrejtu, ka me shku halat të shtrejtu, tere sa të mërinje, që shë a konë për para. Po elhamdulillah, hoxalarët e tonë, me dijen shka e kanë, edhe me tregtijen që e kanë mësue, kanë arritën, dhe thot, biletat me ble lirë, hotelin me bo ma lirë, me nëzirë vizat ma lirë, edhe ja kanë bo pak ma lirë për shemë kujna, miljetit tonë. Ama për para, akon shumë ashtrejnë. Sot dhe thot, lira është, elhamdulillah, 7 lira, se cili musliman dhe thot, shka mund të mi bo 7 lira, mund të me shkue haqë. E për këtë qështi dhe thot, nuk duhet mi pranue vezveset e shejtanit. Se shejtani s'ka që të rëshen. Armën matë forë shka e ka vezvesen. A ke pa kërë e kënuna kullu dhubra bin nas, melikin nas, ilahin nas, min shërril khannas. E ledhi ju vesvisu, qaj i cili ban vezvese, ku fi sudurin nas në zemrat e njerëzve. Kujnë e ban vezvese, min el gjinnet i vën nas. Dhe thot, do vezvesit i bjen shejtani, do vezvesit i bjen njerëzit. Njerëzit non-stop mirën me punë në haqit. Jo, që si vjetë kanë fitu qikaq, je kanë bot qikaq, jo, ku e di shka, pse po folë pa lidhje, pa i ditë këto organizime. Shko njëherë t'i vetë, këshire njëherë që shanë shtatje, masë ne folë. Ama dikush hisë ka shku asë njëherë, kur t'a posh, aja bon filozofi maj madhë, hakat me kadzue, po bon qështu, jesë po bon qështu. Këshire be vla për në tonë di, musë mirë ti me punë qera. Po më bon edhe 100.000 euro, ja vlen me shku me vizitu shtëpinë Allahut dhul Gjilal. Pse? Se vizita e shpijës Allahut dhul Gjilal nuk ka qmim. Nuk ka qmim a këtë avdhes. Inshallah Allahu në ebë prej pasonisë hajrit për me hargjue në vendet e hajrit.